Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka prezantuar projektin për ndërtimin e fshatit olimpik, që do të shërbejë për lojrat mesdhetare më 2030. Projekti do të shtrihet në 60 hektar e sipas tij do të përfshijë stadiumin kryesor dhe hapësira për disiplina të tjera sportive. E kandidati për kryetar të Podujevës, Ekrem Hyseni, në tubimin e mbajtur në fshatin Baqin, ka thënë se Podujeva fillimisht ka nevojë për kthim në normalitet e më pas për zhvillim. Ja, atmosfera që e përqen mesazh në këtores. Do të fillojmë me kthim në normalitet dhe pas kthimit në normalitet vazhdojmë me zhvillim. Në Mitrovic, kandidati Gzim Plakulli ju ka premtuar mbështetje sportistëve. E në Vushtrri, Xhafer Tahiri, që synon kthimin në qeverisje, ka prezantuar planin për transformimin e hapësirave publike. Hapësirën publike të ish ambulante e vjetër përballë muzeut kena me vazhdu me transformu. Kena me ndërtu një rreth, kemi trajtu lumin Tërstena, kena me përfundu projektin e lumit Tërstena deri në fund dhe me largu kundërmimin e kanalizimit. Kjo hapësirë do të qëndrohet në një park ku fëmijët e Vushtrrisë të kësaj zone do të kenë hapësirë për të kalu kohën e tyre të lirë. Për 9 muaj do të hartojmë projektin, do të lidhim kontratën e krejt projektin kena me përfundu brenda 3 viteve të mandatit tonë të ardhshëm. Rushdi Shehu, i cili synon edhe një mandat në krye të Junikut, ka premtuar se për pak ditë do të përfundojë asfaltimi i të gjitha rrugëve në komunë. Në Prizren, Driton Selmanaj ka prezantuar projektin për transformimin e lagjeve nën Kalaja dhe Kurilla. Sipas tij, projekti quajtur Lagjet Model synon që këto zona të kthehen në pika turistike dhe funksionale për qytetarët. Do të kemi ndryshimin publik të njëjtë, ulëset e njëjta, fasadat e njëjta, dyert dhe dritare të njëjta, pullazet e njëjta. Për këtë do të subvencionojmë ne si komunë në mënyrë që kjo pjesë e qytetit të rikthehet vlera dhe identiteti arkitektonik i Prizrenit tradicional. Nëse merr besimin e qytetarëve në Gjeljan, kandidati Arbër Ismaili ka premtuar se ekonomia do të jetë në qendër të qeverisjes komunale.